Në datën 20 mars 2024, emisioni Plug në Syrit Televizion publikoi për herë të parë një investigim për ish-kreun e ARSH, Eviz Berberi. Ky shtetas sot është bërë nyja gordiane e korrupsionit të Belinda Ballukut me tenderat e ndërtimit të rrugëve në Shqipëri. Eviz Berberi u arrestua një vit më parë, teksa dyshohet se nëpërmjet prestanomes Valter Begaj kishte krijuar dy kompani, Dam SHPK dhe Net Group SHPK, me anë të cilave merrte tendera publik, madje edhe nga institucione që ai drejtonte. Në total janë rreth 4 milion euro tendera supervizimi që Eviz Berberi firmosi për kompaninë Net Group, që drejtohej nga miku i tij i aferave, Valter Begaj. Nga të dhënat e publikuara në emisionin Plug, rezulton se Eviz Berberi ka fshehur jo vetëm marrëdhënien financiare me shoqërinë Dam dhe Net, por njëkohësisht ai dyshohet se është në kushtet e mashtrimit me formularin e deklarimit të pasurisë. Në vitin 2019, Eviz Berberi u emërua këshilltari Belinda Ballukut në ministri, kur në të njëjtën kohë ishte pronar i shoqërisë Dam SHPK. Këtë kompani, Eviz Berberi e shiti te shtetësia Brunilda Buli për vlerën e 500.000 eurove në ditën që ai u punësua këshilltari Ballukut. Por, nga verifikimi i formularit të deklarimit të pasurisë, rezulton se Eviz Berberi nuk e ka deklaruar kurrë shitjen e shoqërisë Dam SHPK, si dhe të ardhurat e përfituara prej saj, ndonse është një detyrim ligjor. Pikpyetje ngrihen edhe për figurën e shtetases Brunilda Buli, e cila rezulton se është shoqe e ngushtë e bashkëshortes së Eviz Berberit. SPAK nuk ka ngritur asnjë akuzë ndaj Brunilda Bulit, ndonse ajo rezulton të jetë e përfshirë direkt në aferën e Berberit. Ajo rezulton gjithashtu se ka qenë bashkëpronare në shoqërinë Lead Consulting, që ka pasur aksioner edhe shtetasin Ardit Kane dhe Anisa Omari. Brunilda Buli dhe Anisa Omari ja kanë dhuruar aksionet e tyre në vitin 2021 shtetasit Ardit Kane, i cili u bë aksioner i vetëm i Lead Consulting. Edhe kjo shoqëri rezulton se ka marrë 10 tendera nga ARSH dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Te ky i fundit rezulton se punon bashkëshorti i Anisa Omarit, Ermir Omari, duke shtuar drejthijet edhe për veprimtarinë e kësaj shoqërie. Ndërkohë, në emision, u sollën me fakte rastet kur Eviz Berberi firmosi si kreu i ARSH disa tendera me vlerë totale më shumë se 4 milion euro për kompaninë e mikut të tij, Valter Begaj. Siç ka rezultuar nga hetimet e SPAK, shoqëria Net Group transferonte parat më pas në llogaritë e Dam SHPK, nga llogaritë bankare të së cilës Eviz Berberi ka tërhequr 10 herë shuma në vlerën qindra mijëra euro, ndonse nuk ishte më pronar i saj. Për këtë aferë janë arrestuar kreu i ARSH Eviz Berberi dhe dy miqtë e tij, Valter Begaj dhe Ervis Lami.